U rikthyem sërish në studio, shikues të nderuar, gjithmonë në emisionin ton nuk mungojnë edhe linja të drejt për drejta nga qytetet e vendit ton. Kësaj radhe ne do shkojmë në qytetin e Tetovës, ku aty kemi gazetarin ton Visar Sadiku, bashku me Besarta Ramadani, zëdhënëse komunës së Tetovës, ku do të flasim për verën kulturore që do të mbahet në qytetin e Tetovës. Ashtu siç kemi edhe ne verën kulturore në komunën e Çajirit, nuk mungon një verë kulturore edhe në qytetin e Tetovës. Përshëndetje Visar. Përshëndetje edhe për ju Rehan, ashtu si që theksuat, sot jemi drejt për së drejti nga qyteti Tetovës, bashkë me zëdhënësin e komunës së Tetovës Besarta Ramadani, në të cilën do të flasëm për verën kulturore tetovare, e cila do të filloj pikërisht ditën e diel dhe do të vazhdoj deri me 4 gush, ku do të ketë shumë aktivitete të ndryshme, si ato kulturore, sportive, edukative, por edhe artistike. Por më shumë se si do të rrjedhë dhe si është organizuar dhe si është ndarë koha lidhur me verën kulturore tetovare, e cila të mbahet tani e disa vite mbahet në qytetin e Tetovës, kryesisht edhe për nder të mërgjimtarëve të cilët vinë pikërisht në këtë periudhë kohore. Pranë me kam zëdhënësin e komunës së Tetovës Besarta Ramadani. Besarta, faleminderit shumë që gjithmonë jeni të hapur për të bashkëbiseduar dhe për të informuar opinionin lidhur me aktivitetet që ka komuna e Tetovës. Faleminderit shumë Visar, është kënaqësi që edhe këtë verë ta prezantojmë agendën e verës kulturore së bashku. Sigurisht, vera ka një domethënie shumë të veçantë për Tetovën, sepse qyteti ynë pikërisht në këtë periudhë kohore fillon të gjallërohet me rikthimin e mërgjimtarëve në vendlindje. Në këtë frym pra u krijua dhe po zhvillohet edhe vera kulturore tetovare, një manifestim që tashmë është kthyer në traditë, mund t'i themi, dhe është një nga manifestimet që vërtet i jep gjallëri dhe jetë verës këtu në Tetovë. Atëherë, sipas informacioneve, më është ditën e diel fillon aktiviteti i parë i verës kulturore, cili është aktiviteti i parë dhe si do të rrjedhë në pika të shkurta nëse ka mundësi të na informoni dhe neve dhe opinionin. Sigurisht që po. Unë e kam thënë dhe do ta them se vera kulturore tetovare vërtet që bën një bashkim të sportit, të kulturës, të artit, dhe është një periudhë kohore ku bashkohen jo vetëm sportistët, artistët, të rinjt, shoqatat e ndryshme, po bashkohen edhe gjithë qytetarët të moshave të ndryshme. Sigurisht që edhe aktivitetet të cilat i kemi parapar, mund të themi se java sportive, java me të cilën dhe fillon vera kulturore tetovare, zë një event të rëndësishëm dhe kyç në programin e verës tetovare. Sigurisht fillojmë ditën e diell me një aktivitet shumë të bukur me fëmijë, ku do të mbahet në sheshin e qytetit, pra do të jenë gara të ndryshme atletike, që mendoj se është mënyra më e mirë për ta filluar këtë verë. Pastaj do të vazhdohet edhe ditën e hënë po ashtu me agendën e verës kulturore, ku kemi turneun në biljardo. Është hera e parë që në kuadër të verës kulturore është kyçur edhe turneu në biljardo që do të mbahet në sheshin e Tetovës. Mendoj se është një sport rekreativ dhe ka njerëz të cilët e pëlqejnë këtë sport, dhe sigurisht që kemi menduar që një farë mënyre edhe ky sport të inkuadrohet dhe për të gjithë ata të cilët adhurojnë të na bashkangjiten. Më pas do të vazhdojmë edhe me aktivitetet të tjera sportive, ku kemi turneun e futbollit për fëmijë, ku do të mbahet tek qendra sportive. Është turneu mes dardanëve dhe mërgjimtarëve. Po ashtu risi dhe shumë interesante që e kemi përfshirë në programin e verës kulturore është dhe sporti water polo, që do të mbahet në ambientet e pishinës qytetit. Besoj se është risi për Tetovën dhe do të mbahet për herë të parë, dhe kam përshtypje se fëmijët do ta shijojnë jashtëzakonisht shumë këtë pjesë. Më pas, në qendër të qytetit do të kemi një sport, i themi, që është mjaft modern dhe shumë i popularizuar tashmë kohët e fundit. E kam fjalën për crossfitin, që do të mbahet këtu në sheshin e qytetit të Tetovës, dhe besoj se është një sport që jep
një mesazh shumë të qartë se si njeriu duhet të jetojë shëndetshëm, të mirëbaj trupin dhe të jetë i fuqishëm fizikisht, dhe kam përshtypjen se të gjithë ata të cilët ndoshta nuk e kanë dëgjuar më herët sepse është një sport goxha i ri që është kyçur tashmë edhe këtu në Tetov, besoj se do ta shijojnë si të rinjt ashtu edhe moshat e tjera të qytetarëve. Po ashtu me 19-in do të jetë kjo një përsëritje e një aktiviteti që kemi patur edhe verën e kaluar dhe që kishte goxha interes nga qytetarët. Bëhet fjalë për oldtimerat, pra që është retro klub, ku këtu në sheshin e qytetit do të kemi vetura të vjetra të ndryshme, që vjet u mirëprit aq mirë sa që duheshte edhe këtë vit ta rikthejmë këtu në Tetov. Sigurisht java e sportit do të përmbyllet me 3-4 gusht, ku në qytet, në sheshin e Tetovës do të mbahet edhe street basket, që besoj që do të ketë një shikueshmëri shumë të madhe sepse ka vërtet qytetarë që janë të interesuar për këtë fushë. Atëherë Besarta ku jemi te vera kulturore duhet e dihet se duhet aktiviteti shumë për të sinkronizuar të gjitha këto aktivitete. Keni pasur ekip të mjaftueshëm për shkak edhe pse përsëritet vit pas viti vera kulturore, përsëri shohim se ka risi edhe këtë vit. Sa është dashur komunës Tetovës t'i sjell apo t'i bëj këto aktivitete për qytetarët e Tetovës dhe pse pikërisht e keni zgjedhur 13 korikun dhe 4 gushtin në këtë periudhë mbahet ky aktivitet i rëndësishëm në Tetov? Sigurisht, pra aktiviteti fillon nga koriku dhe mbaron në fillim gusht. Arsyeja është se pikërisht aty janë ato datat ku kemi fluksin e mërgjimtarëve të cilët kthehen këtu në vendlindje, dhe mënyra më e mirë për të mirëpritur ato është pikërisht duke festuar në Tetov dhe duke gjallëruar Tetovën me aktivitete të ndryshme. Sigurisht pavarësisht se është viti i 5 me radhë që po organizohet vera kulturore tetovare këtu në komunën e Tetovës, ekipi, edhe pse është një ekip shumë profesional të cilët din ta menaxhojnë situatën, përsëri organizimi i verës kulturore është sfidë më vete, sepse çdo herë mundohemi që të ketë risi, qoftë nga fusha e sportit, kulturës apo edhe artit, gjë që është sfidë në vete, por që ka pasur gjithmonë sukses dhe ekipi ka punuar mrekullisht mirë. Atëve përveç javës së sportit, themi aktivitetit sportive, kemi edhe aktivitet tjetër siç është java e filmit, kemi pasur netët rinore, e cila sipas gjitha gjasave do transferohet te bulevardi i ri, i cili tani më është duke u ndërtuar, është në fazën e fundit Boris Kidriç. Do të kemi javë të filmit? Sigurisht, po do të kemi 2 ditë që do t'i përkushtohemi filmit. Filmin ashtu siç e bëm edhe verën e kaluar do të mbahet me lokacion tek banja e Tetovës. Vjet kishte shumë të pranishëm aty, sigurisht që edhe natyra, banjën e Tetovës e kemi të shenjtë dhe është mënyra më e mirë që t'i çojmë qytetarët në atë pjesë. Aty do të kemi 2 ditë ku do të kemi netën e filmit. Sigurisht që përpos muzikës, aktiviteteve të ndryshme, Komuna e Tetovës gjithmonë i vendos prioritet edhe kulturës, ku përkushtohemi që të ketë aktivitete të shumta kulturore. Këtë vit mund të themi se ka shumë risi edhe në aspektin e fushës së kulturës, ku do të kemi disa ekspozita, do të kemi një panel diskutimi, do të kemi disa aktivitete shumë kreative ku do të përfshihen qytetarët, do të përfshihen edhe fëmijët e mërgjimtarëve. Një nga ato që ja vlen ta përmendim sigurisht është aktiviteti Eksploro Tetovën, aktivitet njohës dhe edukativ për fëmijët e mërgjimtarëve. Mendoj se ekipi punues e ka qelluar shumë me këtë aktivitet, sepse do të jetë një aktivitet 3 ditor, ku të gjithë fëmijët e mërgjimtarëve të cilët kanë dëshirë të marrin pjesë këtu do të paraqiten tek komuna e Tetovës dhe së bashku me ekipin që është përgatitur për këtë aspekt, do të vizitojnë monumente të ndryshme në qytetin e Tetovës, pak a shumë të informohen rreth historisë, të informohen rreth kulturës dhe identitetit të qytetit, gjë që mendoj se është parësore dhe shumë me rëndësi, sepse sigurisht fëmijët e mërgjimtarëve kalojnë një pjesë të madhe të kohës jashtë vendlindjes dhe jo gjithmonë i kanë informacionet e duhura dhe të nevojshme për qytetin e tyre, dhe kjo është mënyra më e mirë se si ata ty kishin pra në kulturën tonë tetovare. Pastaj do të kemi një aktivitet mjaft interesant që do të mbahet këtu përballë infoqendrës në qendrën e Tetovës, ku është aktiviteti Ngjyrat e Tetovës Art në Park. Do të kemi
disa profesorë të artit, që janë profesionistë të fushës, dhe do të vendosim të gjitha mjetet e nevojshme për të pikturuar, ku të gjithë qytetarët që kanë dëshirë mund të ulen dhe bashkarisht me profesorët e artit të pikturojnë ose të shprehin mendimet e tyre në art. Pra mendoj se do të jetë shumë kreative si pjesë që do të mbahet tu në Tetov. Po ashtu, me rëndësi është edhe paneli i diskutimit, diaspora dhe Tetova, mes shifrave, kulturës dhe potencialit. Është një panel diskutimi që do të mbahet në sallën e Këshillit Komunal pranë komunës së Tetovës, ku do të kemi të ftuar mërgjimtar të ndryshëm, të cilët punojnë në fusha të ndryshme larg vendlindjes, dhe aty do të shprehim mendime rreth se si funksionon jeta atje, për zhvillimin e Tetovës dhe shumë aspekte të tjera që kanë të bëjnë me migrimin, po ashtu edhe me qytetin e Tetovës. Po ashtu kemi dhe një aktivitet që do të mbahet në bashkëpunim me Bibliotekën e Tetovës, aktivitet i cili u mbajt dhe vitin e kaluar, pra është biblioteka ndriçon përmes vargjeve, do të mbahet në ambientin pranë Bibliotekës së Tetovës dhe sigurisht që do të jetë një natë poetike, sepse çka është vlera kulturore pa përfshirë artin dhe letërsinë, gjë që është edhe kjo një prioritet i yni. Po ashtu potencova që do të mbahet dhe kinemaja e hapur pra tek banja e Tetovës. Kemi tryezën e Rumbullakët, historiku i Tetovës, paneli i cili do të mbahet tek qendra rinore. Kemi vizitë në Muzeun e Alfabetit. Kjo vizitë do të bëhet pra pikërisht me fëmijët e mërgjimtarëve, të cilët të gjithë ata që janë të interesuar mund të paraqiten tek komuna e Tetovës dhe do të bëhet një organizim i përbashkët dhe do të bëhet një vizitë ditore tek Muzeu i Alfabetit atje në manastir. Dhe në fushën e kulturës mendoj se do ta përmbyllim me 31-shin, ku do të kemi një panajir të artizanateve tek rruga e butiqeve, që besoj do të japë një ngjyrë mjaft të bukur kësaj pjese në aktiviteteve që janë në kuadër të verës kulturore. Sartat e festa të netët rinore, ku do të përfshihet te bulevardi i ri Boris Kidriç, atëherë do të kemi ndonjë artist jo vetëm edhe nga vendi, por edhe nga jashtë, cilët artistë do të jenë për shkak se tetovarët e presin këtë gjë, dhe do të kemi edhe koncerte tradicionale të cilët janë mësuar, edhe mërgjimtarët i duan, por edhe tetovarët. Sigurisht që po, fillimisht koncertet do të na fillojnë nga sheshi i qytetit, ku ditën e parë me 20-in do të fillohet me fëmijët, pra Xheladin Zeqiri me grupin e fëmijëve, ku do të jenë të bashkangjitur edhe maskotat, pra do të jetë një natë mjaft e këndshme për fëmijët. Do të vazhdohet ditën tjetër me 21-shin, ku kemi ansamblin shtetëror të këngëve dhe valleve popullore shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ku do të na bashkangjitet po ashtu dhe këngëtari i mirënjohur tashmë Mahmut Ferrati. Me 22-shin kemi ansamblin kombëtar të këngëve dhe valleve Shota. Pastaj do të kemi 3 ditë të cilave do të përkushtohemi edhe ne komuniteteve të tjera. Kemi natën turke, natën rome dhe natën maqedone, për të rikthyer përsëri pastaj me shoqërinë kulturore shqiptare Xheladin Zeqiri, Emin Duraku, Bajram Shabani dhe shoqëri të tjera kulturore të cilat do të na bashkangjiten. Më pas do të transferohemi tek bulevardi Boris Kidriç, ku aty do të mbajmë edhe netët rinore. Sigurisht që siç e kemi bërë dhe vitet e kaluara, prioriteti ynë kanë qenë gjithmonë këngëtarët cilët janë pjesë Tetovës, pra këngëtarët tanë, të cilët vazhdimisht jemi munduar që t'i promovojmë në një farë mënyre, dhe ato do të jenë të gjithë, nuk do të mungojnë. Po ashtu do të kemi edhe këngëtar nga Shqipëria, do të kemi edhe këngëtar nga Kosova. Ndoshta t'u zbuloj disa nga emrat prej tyre. Do të ishte mirë, për shkak se edhe pas informacioneve kemi disa informacione, se do të jetë edhe i madhi Sabris Fejzollaj, por edhe këngëtarja e mirënjohur Gjensila, nëse nuk gaboj. Po, do të fillojmë tek netët rinore me Ditonin, do të Majki, Nora Istrefi, do të kemi Venera Lumanin, Lindi Islamin, po ashtu Elgi Dota, Melinda Ademi. Sigurisht që nga këngëtarët të cilët më shumë po e presin qytetarët është pikërisht Sabri Fejzullau, ku atë mbrëmje do t'i bashkangjitet edhe minatori Naser Berisha. Më pas, sigurisht do të kemi një natë tetovare, ku do të jetë një natë special për këngëtarët të tanë nga Tetova, si Ailita Ziberi, Shkumbin Ismaili, Big Mama. Po ashtu është interesant se do të na bashkangjitet edhe grupi Meta nga Amerika, pra është një kohë gjatë që ata janë larguar nga skena e muzikës, dhe kjo ishte mënyra më e mirë që në një farë mënyrë t'ia rikthejmë përsëri Tetovës këtë grup mjaft të mirënjohur rock.
Po ashtu do të kemi edhe DJ, do të kemi edhe këngëtar të ndryshëm që besoj se do t'i zbulojmë gjatë netëve të verës kulturore. Dhe kam përshtypjen që do të jetë një verë e mbushur me argëtim dhe besoj se qytetarët do të ngelen jashtëzakonisht të kënaqur nga këto aktivitete. Besarta me gjithë këto aktivitete, me gjithë këto artistë, qofsh edhe të vendit, por edhe ata që vinë nga Kosova dhe nga Shqipëria, besoj se është dashur një kohë për të afruar, për shkak se edhe ata edhe gjithë është koha e tyre për aktivitete të ndryshme. Sa e keni pasur vështirë t'i bini për të ardhur në Tetov? Sigurisht që ka qenë disi e vështirë për arsye të fluksit të madh që të aktiviteteve të ndryshme që këta këngëtar kanë gjatë periudhës së verës, por që kanë qenë mjaft të gatshëm dhe mund të themi se kanë qenë mjaft me motiv dhe të entuziazmuar që ata do të vinë këtu në Tetov dhe do të jenë pjesë e verës kulturore tetovare. Sigurisht është e vështirë, por sadokudo gjithmonë kemi gjetur bashkëpunim dhe grupi punues ka arritur që në mënyrë sa më të mirë të organizoj këtë situata. Atëherë një pyetje të fundit, për shkak se jemi edhe në kohën e botrorit, përmendëm shumë aktivitete sportive. Besoj se me 19 korrik, qofsht në sheshin e Tetovës, në sheshin Liria, sigurisht atë do të transportohet drejt për së drejti ndeshja e cila presëm, një ndeshje të madhe. Besoj se po e ka menduar komuna e Tetovës këtë pjesë? Sigurisht që e ka menduar, unë nuk doja të potencoj, doja të jetë surprizë për qytetarët, por sigurisht që finalja e madhe do të jepet në sheshin e qytetit, kështu të gjithë ata të cilët duan të shikojnë janë të mirëseardhur sepse do e kenë tek sheshi futballin live për ta shikuar. Atër Besarta, s'u ngelen gjë tjetër, vetëm faleminderit shumë dhe ishte kënaqësi për shkak se gjithmonë jeni pro edhe jeni të hapura për të bashkëbiseduar dhe të informuar qytetarët dhe të gjithë ata të cilët na dëgjojnë nëpërmjet ekranit të TVM2-s. Faleminderit shumë, është vërtet kënaqësi, sigurisht unë në pika të shkurtra përmenda disa nga aktivitetet të cilat do të mbahen në verën kulturore tetovare. Të njëjtën mund ta gjejnë dhe do të publikohen edhe tek faqja e komunës së Tetovës. Për të gjithë ata të cilët duan ta shikojnë me datë, me orë se kur do të mbahen këto aktivitete, do t'i kenë të gjitha të shënuara aty dhe sigurisht mirëpresim që të gjithë na bashkangjiten në këto aktivitete dhe të kalojmë sa më bukur së bashku këtë verë kulturore tetovare. Faleminderit shumë edhe juve. Atëherë, Rehan këtu bashkë me mua ishte zëdhënësja e komunës së Tetovës Besarta Ramadani, e cila në një farë forme në pika të shkurta, po edhe në pika shumë bukur edhe elaboroi të gjitha aktivitetet të cilat do të ndodhin për verën kulturore, e cila pritet të fillojë ditën e diell dhe do të përfundojë pikërisht me 4 gush me aktivitete të ndryshme. Mos përsërisim përsëri, por ajo që mund të themi, siç edhe mund të shihemi ne të cilët jemi dashamirë të futballit deri në orët e mëngjesit për shkak të themi këtij botrori i cili mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Meksik dhe në Kanada, është një ndër botrorit të cilët ne do të mbajmë mend për netët pa gjumë, por edhe për surprizat që ka sjellur shumë bukur ky botror, i cili deri në këtë momente shumë kombëtare të mëdha thuajse janë larguar nga ky kampionat, ndërsa kemi shumë surpriza dhe të bukura, ndërkohë që them do të mbahet mend për dy gjëra të bukura, për netët pa gjumë dhe surpriza shumë të këndshme, ashtu siç e theksoi se në 19 korrik në finalen e cila do kombëtare e cila do të jetë në këtë finale, do të kenë mundësi qytetarët e Tetovës nëpërmjet një ekrani gjikant në sheshin Liria të ndjekin drejt për së drejti themi finalin e madhe të botrorit dhe me shumë aktivitete të ndryshme kulturore, artistike, sportive, edukative, sigurisht edhe mjedisore, të cilët do të mbahen në javën kulturore tetovare. Kjo ka filluar shumë vite më parë si një ndër idetë të komunës së Tetovës, e cila shumë shpejt u përafrua nga ana e qytetarëve të Tetovës me net të bukura rinore, e cila shumë më herët kemi pasur edhe rrugën e ombrellave, një ndër pikat kryesore që shumë të rinj të Tetovës festonin dhe ishim të pranishëm në këta net rinore, por edhe sot edhe këtë vit aktivitetet të ndryshme do të jenë për të afruar kryesisht më shumti edhe mërgjimtarët për të qenë pjesë drejt për së drejti
drejtë i aktiviteteve tona dhe Komuna e Tetovës pikërisht ka zgjedhur këtë data të rëndësishme, siç është 13 koriki, ku do të filloj net vera kulturore tetovare dhe do përfundoj pikërisht në 4 gush me aktivitete të ndryshme. Neve nuk na ngelet gjë tjetër veç të thirrim të gjithë qytetarët e Tetovës, por jo vetëm tetovarët, por edhe të ata të cilët janë dashamirë të sportit, dashamirë të kulturës, dashamirë të artit, dashamirë të filmit, jenë pjesë e verës kulturore, për shkak se të gjitha aktivitetet janë falas, pjesëmarrja e qytetarëve janë falas dhe mund të kalojnë një natë të bukur apo në një aktivitet rëndësishëm që do të mbajë vera kulturore. Këto ishin informacionet sa i përket verës kulturore, e cila do të filloj ditën e diell dhe do të përfundoj me 4 gusht. Të shumë ti nuk na dhe vetëm informacionet për në fushën e kulturës, gjithashtu edhe në ato sportive, ishe shumë i mirë, këtë e dim, sepse deri në orët e vona të shohim duke nxjerrë edhe story në rrjetet sociale që mund të them që ndjek këtë futbollin botror që tani po luan dhe i mund të themi një ndër shikuesit më të mirë të botrorit. Të faleminderit Visar për gjitha këto informacione, në qoftë si ato kulturore, por edhe ato sportive.